Lajrt Vasili apo Rozana Radi? Rozana Radi. Rozana apo Angel? Shkira. Angel. Angel apo Beniada? Angel. Angel apo Heidi? Angel. Apo Juldeda? Angel. Apo Gjesti? Unë ka paguar Angelin. Angel. Angel, edhe si për Gjestit? Po. Është fitues Gjesti? Edhe? Mendoj. Apo Romeo Veshaj? Angel. Apo Apo? Kristi Aliej? Angel. Shiko, Angel i ka qenë është një nga Po lojtarët. mos e justifiko më. Apo Kiara? Apo Efi? Me diferencë. Apo Olta Gixhari? E po duket sikur ngela unë me Angelin është Jo, flamuar. mund të ta mbashur deri në fund, s'ka asnjë problemi. Ne e dim që Angel është apo Olta sponsorizuar. Gixhari. Shiko, Olta e ka pas pak më të vështirë se Angeli, me të thënë drejtën, se ka hyrë edhe paragjykuar sikur ka qenë paracaktuar si fituese dhe është përballur, pastaj me Luizin që ishte goxha i favorizuar jashtë edhe ka pas edhe shpesh herë ndihmën e produksionit. Kush? Raste. Luizi ka përgjigjer në Big Brother që ndoshta banorët tjerë mund të kishin qenë të përjashtuar. Kështu që E po qëndroi se shiste. pikërisht pra, po kjo nuk Po ishte shiste se ishte i mirë. Se nuk është se shiste se për sytë e bukur. A ishte i mirë apo ishte i pëlqyer nga publiku, janë dy gjëra ndryshme që jo gjithmonë përputhen, paktën në këndvështrimin. Mirë, do ta themi në fund atë, po atëherë Olta Gixhari apo Angel? Angel. Angel apo Donald Veshaj? Tu mund të kisha hëngrën se mund të mendosha. Angel dhe prapë? Dhe me thënë Angeli deri të nga lërë 16 konkurent. Angel apo Ilir Shaqiri? Angel. Angel apo Luiz Eli? Angel. Pra për ty zyrtarisht, lojtarja më e mirë që ka luajtur ndonjëherë në Big Brother është Angel. A ka marruar ndonjë emër që ti mund ta përqesh më shumë se Angeli dhe nuk e kam përmend? Jo. Angel është lojtarja më e mirë që ka luajtur ndonjëherë në Big thua. Për mua. Për ty. Po. Edhe si për Luiz Elit? Po, Ma shpjegoj që ka të muhabetin pse Luiz Eli është